Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës insiston që të zbatohet marrëveshja e 10 qershorit e arritur ndërmjet LDK-s, AAK-s dhe NISM-s, e mbështetur më vonë edhe nga vetvendosje. Nënkryetari i kësaj partie, Ahmet Isufi, thotë se Kosova ka nevojë për një politikë serioze, e po ashtu edhe për institucione të qëndrueshme, të cilat të çojnë vendin përpara, ndërsa theksoi se AAK-n dhe Haradinën nuk mund ta nxjerrë nga loja askush. Ata që mendojnë se mund ta nxjerrin dikën nga loja e nxjerrin vetveten, sepse marrëveshjet e arritura, sidomos ato të firmosura, duhet të zbatohen dhe të krijohet një kulturë politike në Kosovë, e cila është garantuese e stabilitetit politik dhe jo e mashtrimeve, të cilat kohëve të fundit janë bërë ves i disa politikanëve, tha Isufi për Radio Kosovën. Lidhja Demokratike e Kosovës ka përfunduar takimin e saj të nivelit të lartë partijak. Ata kanë folur për situatën politike në vend dhe për kajen që duhet të marrin gjërat. LDK nesër do të mbajë edhe takimin e Këshillit të Përgjithshëm, nga i cili pritet të dalin me vendimin përfundimtar. Lutfi Aziri pas takimit ka thënë se nuk kanë diskutuar me PDK-n, pasi që aktualisht ka një marrëveshje me bllokun dhe po shohin të gjitha mundësitë për të gjetur një dalje nga kjo situatë. LDK insiston ende për postin e kryeministit, pasi që mendon se marrëveshja e 10 qershorit ose duhet të zbatuar në tërësi ose fare. Më lejoni të them se LDK përfundoi takimin në kuadër të angazhimeve që të përgatitë seancën e takimit me Këshillin e Përgjithshëm. Sot LDK vazhdon takimin me degët e saj. Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s takohet nesër pasdite, tha Haziri. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa përmes një postimi në Facebook ka sqaruar situatën e re brenda bllokut, duke gjetur sipas tij edhe arsyet për këtë situatë. Mustafa ka thënë se momentet e reja imponojnë nevojën për sjellje të re, në mënyrë që Kosova të ketë kuvendin dhe qeverinë në detet e ardhshme. Ai ka paralajmëruar se këto 2 ditë LDK do të mbajë takimet e nivelit më të lartë partijak dhe do të vendosë të ndihmojë që Kosova sa më shpejt të ketë institucionet e saj. Ai ka paralajmëruar se këto 2 ditë LDK do të mbajë takimet e nivelit më të lartë partijak dhe do të vendosë të ndihmojë që Kosova sa më shpejt të ketë institucionet e saj demokratike në harmoni të interesave të qytetarëve. Ndërtimi i sundimit të ligjit dhe ndërtimi i sistemit të efektshëm në të cilin qytetarët kanë besim është shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar ambasadori i Shteteve të Bashkuara Tracy Ann Jacobson në një tryezë të rrumbullakët në kuadër të fushatës Drejtësia dhe qytetarët. Ambasadora Jacobson ka thënë se qasja, transparenca dhe llogaridhënia në sistemin e drejtësisë janë shumë të rëndësishme. Raportet ndërmjet qytetarëve dhe organeve të drejtësisë janë të rëndësishme jo vetëm për kredibilitetin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, por edhe për kredibilitetin e Kosovës në botë. Aja ka thënë se organet e drejtësisë në Kosovë e kanë për detyrë të japin llogari, të punojnë pa presion dhe të jenë të paanshme. Fushata Drejtësia dhe qytetarët ka për qëllim rritjen e vetdijes së qytetarëve të Kosovës për ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve në sistem të drejtësisë, si dhe rritjen e përgjegjshmërisë së vetë sistemit të drejtësisë në Kosovë. Bayern Munichu duket se ka vendosur ta shes me sfushorin shqiptar Xherdan Shaqiri. 23 vjeçari nuk po gjen vend në formacionin e Pep Guardiolas, ashtu që është i gatshëm që të nisë një eksperiencë të re në futbollin evropian. Media gjermane raportojnë se bavarezët kërkojnë 23 milion euro për ish-pylljen e Bazellit. Me sfushori shqiptar, i cili shkëlqeu në fitoren kundër Lituanisë duke shënuar 2 gola, kërkohet nga Juventusi, Liverpooli, Tottenhami, Arsenali dhe Roma.